Një Juventus I cili vuan shumë mbrojtje, vuan kur e sulmon kundërshtari, e gjeti përmbysjen me një roveshat të gatit brenda zonës dhe me një gabim të mbrojtjes Villarreal që I fali top Conceiçaos që nuk fali po shënoi golin, lojtar super I mirë Conceiçao, kur futet bën diferencën direkt. I zhgënjur jam nga David. Nuk po gjem veten fare, edhe pse ishte I pafat të shtylla, humbi një rast me portë bosh, ajo nuk humbet, një sulmues që duhet ketë inatin që s'po shënon gola që nuk po merret në konsiderat, nuk duhet ta bëj atë gabim. Shikoj shumë mangësi të Juventus në një skemë që për mua nuk është për Juventusin. Juventusi duhet dali te një skemë që duhet jetë me 4, mjaft më me 3, nuk e bëjnë dot me 3, nuk kanë mundësinë edhe nga mesfusha që kanë. Shifja si pjesë e parë sot të Kop Majersin sulmues krau Denis. Tragjiko me Diabur. 60 milion euro, po ta shikosh Kop Majersin, kur e shikon Kop Majersin, domethënë një lojtar e thua, ky 60 milion euro, okay, pres bëj 2-3 gjëra vlla. 2-3 gjëra, nuk po I kërkon njëri si Amali, 3 nga 2-3. As Amali si bën më, kështu që. Fare, as ato. Një Juventus që për mu si vjet kështu do shkoj dhe nëse Tudor nuk ndryshon skemën dhe nëse Tudor nuk e menaxhon mirë këtë grup, për mendimin tim janë kohë drejtuesit që të shkarkojnë Tudorin dhe të marrin një trajner si Xavi Hernandez me të rinë që kanë.